Rreth 3 orë zgjati takimi i sotëm i liderëve të partive parlamentare, lidhur me temat më të nxehta në shtet. Në mungesë të partisë opozitare LSDM, partitë pothuajse për të gjitha çështjet nuk arritën marrëveshje, por vetëm u dakorduan që të vazhdojë diskutimi. Tema më e nxehtë natyrisht ishte çështja e shfuqizimit të qeverisë teknike, e cila mbase ishte edhe arsyeja kryesore që opozitarja LSDM e refuzon dhe për këtë e bojkotoi takimin. Знаете дека тој закон се менува со просто мнозинство во парламентот, со 61 глас за. Сепак мојот предлог беше да не го правиме тоа на сила, без нивна согласност, туку да донесеме измени во законот во кој што после следните избори, тие кои што ќе следат, тогаш да не важи техничка влада. Еве да важи за овие. Ако толку тие инсистираат да важи за овие избори техничката влада, еве измените кои што би ги донеле, да не ги опфатат следните парламентарни избори, туку некои следни кои што ќе следат потоа. Idenë e Mickoskit e mbështesin partnerët qeveritar Vlen dhe Znam, por edhe opozitarja e Majta. Madje, sipas Kasamit, nëse LSDM refuzon të pajtohet për ta hequr qeverinë teknike, atëherë modaliteti të jetë që qeveria teknike të mos shfuqizohet në zgjedhjet e ardhshme, por pas atyre. Kjo ide për Mickoskin është e pranueshme. Sa i përket qeverisë teknike, që jemi që ajo zgjidhje përkohshme të largohet me mundësinë që kjo të implementohet pas këtyre zgjedhjeve, pra të mos vlej për këto zgjedhje, po për zgjedhjet më pas, pra të largohet si zgjidhje e përkohshme. Ndërkohë Ali Ahmeti si temë të rëndësishme nënvizoi miratimin e ndryshimeve kushtetuese me qëllim të hapjes së procesit eurointegrues, duke lënë të nënkuptohet se do t'i mbështes ligjet reformuese. Ka dhënë ide edhe si duhet të duket modeli zgjedhor, respektivisht duhet të ketë një njësi zgjedhore me prag prej 5% dhe lista të hapura. Megjithatë, Ahmeti nuk u ka shkuar deri në fund, me që qëndrimet e tija kërkon që Mickoski t'ia thotë sy më sy, jo në pranitë e liderëve të tjerë. Paraqitim qëndrimin ton që pajtohemi me një zonë zgjedhore me prag prej 5% dhe me lista të hapura. Disa pika të cilat unë kam menduar që t'i vënë këtë rryez të komunikimit, mbeten që në të ardhmen të zhvillohet një takim në mes të meje dhe Kristian Mickoskit për të diskutuar dhe për të parë se çfarë zgjidhje mund t'u japim. Lidhur me kodin zgjedhor Apasiev nga e Majta, ka hapur çështjen e financimit të reklamave, me që në zgjedhjet e fundit kishte mbetur pa para. Megjithatë, në takim është hapur edhe çështja e bllokadës së avokatit të popullit, me që nuk ka shumicë badintere për të propozuarin e Vlenit Faton Selami. Të gjithë janë pajtuar se duhet kuadër profesional, ndërsa Dimitar Apasiev ka shkuar një hap para, duke propozuar që si asnjëherë më parë, këtë post ta udhëheq një përfaqësues i komunitetit rom. Левица за пръв път в историята на независна Македония предлага Соломонско решение, а то е pripadnik na romskата zajednica da bide izbran za ombudsman. Për të gjitha temat që ka hapur VMRO DPMN, Znam ka premtuar amin, sidomos për ligjet reformuese që kanë të bëjnë me fushën e gjyqësorit. Во однос на реформските закони и од областа на правосудството, како и сите други закони од реформската агенда, Знам дава силна и недвосмислена поддршка на сите тие закони. Сметаме дека реформите се клучни за воспоставување на владење на правото, засилување на довербата на граѓаните во институциите и создавање правна држава. Takimin e liderëve të gjithë e vlerësuan konstruktiv, megjithatë nuk ishte produktiv, të paktën për çështje që priteshin të marrin përgjigje precize.